Hapim Google Chrome dhe vendosim adresën portal.patoko.com. Në këtë moment ju kërkohet që të vendosni një email, do të vendosni gjithmonë emailin që keni më të aksesueshëm për të marrë rezervimet tuaja. I hapim continue dhe në këtë moment del direkt create a merchant account. Tek full name do vendosim emrin administratorit të biznesit. Dhe tek passwordi duhet se s'bën të ketë 8 karaktere, njëri karakter duhet të jetë i madh, duhet të ketë gjithashtu një numër edhe një karakter special. Në këtë formë. I hapim create your free account. Në këtë moment është dërguar menjëherë një email verifikimi në Gmailin tuaj, ku mund ta hapni, ta konfirmoni dhe pastaj të vazhdoni përsëri tek portali që keni hapur në kompjuterin tuaj. Emaili që ju ka ardhur juve, japim click here, shkojmë në Safari, presim sekondet që të kalojnë, dhe në këtë moment kthehemi përsëri te laptopi që të vazhdojmë me regjistrimin. Japim return to sign in, dhe në këtë moment vendosim këtu passwordin që vendosëm. Japim login. Në këtë moment na del direkt tabela që do të vendosim emrin e biznesit. Në këtë rast Klevi Test. Japim next. Zgjedhim kategorinë e biznesit në cilin jemi. Ne po zgjedhim kategorinë beauty. Japim next. Vendosim qytetin në cilin operojmë, Tirana. Dhe në këtë moment bëhet llogaria. Pasi kemi kryer regjistrimin në portal, kjo është faqja që na hapet. Këtu është i gjithë kalendari që mund të përdoret nga bizneset për arsyet e tyre duke mbajtur gjitha rezervimet, ose gjithashtu mund të lidhet direkt me aplikacionin dhe mund të merren rezervime gjithashtu edhe nga aplikacioni. Ne do ta fillojmë direkt majtas, do fillojmë tek business, ku do shkruajmë gjithë dhënat kryesore të biznesit. Business name është emri i biznesit që operon, NIPT-i, business number do vendoset NIPT-i i biznesit, currency është monedha në cilën operon biznesi, ku mundësitë janë ose në lek ose në euro, e vendosim në lek. Adresa është adresa e biznesit se ku operon, që vendoset tek address line nishi, këtu mund vendosni adresën se ku operoni si biznes. Te pjesa opening hours është orari i cilin operon biznesi nga hëna deri të diel edhe çfarë orari është. Në këtë rast kemi nga hëna deri të diel nga ora 7 e mesit deri në 7 darkës. Tek pjesa description do vendoset një përshkrim i shkurtër i biznesit në 3 gjuhë, duke qenë se aplikacioni Patoko është në 3 gjuhë gjithashtu, anglisht, shqip dhe italisht. I japim edit këtu dhe plotësohen të 3 seksionet. Do vazhdojmë te pjesa branding, ku do vendoset logoja, feature dhe banneri. Logoja në këtë rast është logoja e biznesit, që duhet jetë në dimensionin 500x500. Feature i biznesit, feature do me thënë është fotoja kryesore e cila del në aplikacion, që duhet jetë në dimensionet 1667. Banneri është pjesa në rast se biznesi do të krijojë reklama brenda Patokos që dalin në faqet parë. Kjo grafik shërben për këtë arsye dhe duhet jetë në dimensionet 1400. Tek pjesa aliases, këtu krijohet një link në këtë mënyrë. Po themi po vendosim emrin e biznesit, në këtë rast unë po vendos emrin, Klevi, create alias. Në këtë moment, ky link në çdo platformë online që vendoset, në momentin që klikohet, të çon direkt tek listimi juaj në aplikacionin Patoko. Le të shkojmë tek pjesa e services, ku këtu mund krijojmë gjithë shërbimet të cilat ofrohen. Në këtë rast kemi 2 shërbime që janë shem nga ana jonë. Kemi faciale dhe waxing. Shtypim faciale dhe shikojmë këtu
që zgjat 1 orë edhe është 1000 lekë. Japim me ditë kësaj dhe mund të krijojmë gjithë shërbimin. Name është emri i shërbimit, në këtë rast po vendosim haircut. Duration është koha i cili zgjat ky shërbim, ne po lëm 1 orë. Tek base price është çmimi i cili në këtë rast është 1000 lekë të vjetra. Tek data këtu kërkohet request customer address ose request customer date of birth, që në rastin e këtyre lloj bizneseve nuk janë të nevojshme, këto janë përgjithmonë për bizneset të cilat shërbimin e tyre e operojnë jashtë biznesit të tyre. Tek pjesa e Teams këtu do alokohet me një nga stafi i cili e bën këtë shërbim, në këtë rast haircutin. Tek pjesa Advanced këtu kemi pjesën e keywordsave. Që çdo biznes mund të bëj SEO brenda aplikacionit tonë. Vazhdojmë më poshtë te cancellation window. Kjo është koha të cilën një klient ka mundësi të bëj kancellim pa pasur pasoja. Time of booking është koha të cilën një klient mund të bëj rezervimin, që do me thënë, në këtë rast klienti ka mundësi të bëj rezervim te ky biznes vetëm pas 4 orësh nga momenti i orës aktuale, dhe maximum advance notice është koha që ai mund të bëj rezervimin në të ardhmen, do me thënë deri në 1 muaj më vonë mund të bëj rezervim. Tek pjesa offsetit janë orari se kur mund të bëj rezervim, që është 00:30, do me thënë 9:00, 9:30 ose 10:00, 10:30 në vazhdim. Te pjesa booking spacing before and after është për arsye të biznesit, që nëse do të lëj një distancë ndërmjet rezervimit me rezervimin. Në këtë moment i japim save këtij shërbimi dhe sapo u ruajt. Tek pjesa e staffit shkojmë edhe krijojmë staff. Vendosim për shembull test, emrin e personit nga stafi, këtu mund vendosim foton e atij personi dhe orarin cilin punon, turnin e tij. Në këtë rast ne po e lëm nga ora 7 deri në 7 të darkës, nga hëna deri të dielën, po që gjithmonë është të ndryshueshme. Tek pjesa services ne do e selektojmë pjesën e haircutit, sepse ky person bën haircutin tek biznesi. Japim save dhe në këtë mënyrë një klient që do të bëjë rezervimin do zgjedhë opsionin e haircutit edhe mund zgjedhë testin si staff. Vazhdojmë lart te pjesa e kalendarit, ku mund të krijojmë rezervime të ndryshme. Ne kemi krijuar shërbimin haircut, po themi, në orën 2 të drekës, po lëm një rezervim, click add booking, zgjedhim haircut nga ora 2:03, duke qenë se kemi vendosur për 1 orë këtë shërbim. Duke qenë se haircut është i lidhur nga stafi vetëm me testin, atëherë do dalë vetëm ky si opsion, vetëm në rast se një shërbim ofrojnë më shumë se një person nga stafi. Te pjesa më poshtë e customerit, nëse duam vendosim që si klient do të krijojmë një skedë, e bëjmë new customer, select to create a new customer dhe krijojmë skedën e një klienti, ose unassign në rast se ky klient nuk është i nevojshëm që të regjistrohet tek ju. Vendosim unassign dhe në këtë moment japim create booking. Në këtë moment rezervimi është konfirmuar, po ka gjithmonë nevojë për pranimin nga ana juaj, që mund ta bëni direkt këtu ose të shkoni tek bookings, ku në të njëjtën kohë të gjithë rezervimet që vijnë gjithashtu edhe nga aplikacioni kanë nevojë për një konfirmim nga ana juaj përpara se të pranohen. Rezervimet njëjtë sikur vijnë nga aplikacioni, njëjtë sikur i krijoni ju, kanë nevojë për një konfirmim para se të vendosen në histori. Këtu dalin si requesta, këtu siç mund të shikojmë kemi rezervimin që sapo krijuam, haircut, datën, orën, kush nga stafi do bëjë dhe sa është çmimi i asaj. Në të njëjtën mënyrë të vinë të gjithë rezervimet gjithashtu edhe nga aplikacioni. E shtypim këtë. Na del në këtë mënyrë. Tek confirm ne kemi mundësinë ta pranojmë ose ta refuzojmë këtë rezervim. Kemi dhënat kryesore që tregon datën, orën, shërbimin. Edhe nëse shkojmë poshtë, në rast se është një klient nga Patoko, këtu do dalë me emër, mbiemër edhe me numrin e telefonit gjithashtu. Në këtë rast, duke qenë se kemi krijuar vetë të rezervim dhe nuk e kemi specifikuar se kush klient është, del unassigned.
Tek pjesa këtu kemi gjithashtu edhe mundësinë e chatit për të folur direkt me klientët që kanë bërë rezervimet nga Patoko, ku mund të shkruani çfarë doni, keni mundësinë që të çoni edhe voice message, gjithashtu të çoni ose një imazh ose një kupon. Lart kemi pjesën e translate-it që mund të bëj përkthim në 100 gjuhë të huaja, në rast se nuk dini gjuhë të huaja. Që të pranojmë këtë rezervim, shkojmë te confirm, japim accept. Dhe në këtë moment e shikojmë që ajo sket ka kaluar nga pjesa request, ka kaluar te pjesa upcoming, që do me thënë ky rezervim është pranuar dhe pritet bëhet në të ardhmen. Në momentin që këto rezervime kryhen, ato dalin te pjesa historikut. Që si shikojmë anësh, tu pjesa customer, këtu është vendi se ku mund të krijojmë ne klient të ri që mund t'i mbajmë në databazën tonë. Në këtë rast kemi shembullin që është Ran Hoxha. Ose mund të krijojmë një klient të ri, që në këtë rast është guest, ku mund vendosim first name-in, gjithashtu edhe last name-in atij klienti. Mund të krijojmë edhe një etikim për të, cilin të duam, ose mund të zgjedhim VIP ose demo. Në këtë moment gjithashtu kemi mundësinë që të vendosim edhe emailin atij personi, numrin e telefonit, gjithashtu edhe notes për të mbajtur çdo lloj shënimi për këtë biznes. Tek notes mund të bëjmë shënimet për çdo klient. Japim save dhe kemi të krijuar si klient tashmë, që mund të harrojmë në databazën tonë. Anash tek mund të zgjedhim pjesën e kuponave, ku mund të krijojmë kupona për gjithë klientët në momente specifike kur duam të bëjmë oferta. Japim që si të krijojmë një kupon, japim add, vendosim emrin e kuponit në anglisht, shqip dhe italisht. Edhe te pjesa e përshkrimit duhet anglisht, shqip edhe italisht, për arsye se aplikacioni është në 3 gjuhë. Tek pjesa poshtë e discount type-it vendosim në rast se duam ta lëmë këtë kupon në përqindje, percentage ose fixed amount në rast se duam të lëmë një çmim specifik se sa është ulja. Po themi 100 lek ose 200 lek, ose në pjesën e percentage ku mund ta lëmë 10%, 20% varet gjithmonë nga biznesi. Pastaj tek services to anash vendosim që për cilat shërbime ky kupon është i vlefshëm, ose në rast se ky kupon është i vlefshëm për gjitha shërbimet. Nëse shkojmë majtas te pjesa e reporteve, këtu mund bëjmë reportet për gjithë rezervimin që janë bërë tek biznesi jonë. Këtu mund vendosim datat nga data e cila deri te cila, mund t'i japim run report dhe në këtë moment shikojmë që ne na kanë ardhur 2 rezervime, një nga ato është pranuar, sa janë kompletuar dhe sa janë bërë anullime. Kontaktit me klientin janë 2. Në rast se klienti nuk ka bërë një rezervim dhe ka nevojë për një pyetje, shkojmë direkt tu lart. Edhe këtu është chati në rast se një klient ka çdo lloj nevoje. Ndërsa në rast se klienti ka bërë një rezervim edhe ka pyetje, shkojmë tek skeda. Në këtë rast kjo që është në histori, shkojmë te pjesa e chatit, edhe këtu mund të komunikosh direkt me atë klient i cili ka bërë rezervim.